Keni dhimbje fyti, kjo recetë natyrale do ju shpëtoj për 5 minuta. Një çaj i ngrohtë me sherebel do t'ju ndihmonte shumë nëse keni dhimbje fyti. Ky lloj çaji lehtëson acarimin dhe inflamacionin në fyt. Vetit antibakteriale të çajit të sherebelës ndihmojnë gjithashtu në luftimin e ftohjes dhe shërimin e plagëve në fyt, duke ndaluar rritjen e baktereve të dëmshme në fyt. Për të përgatitur çajin, hidhni gjethe të freskëta të sherebelës ose një lugë çaji gjethe të thara në një filxhan me ujë të valuar. Lëreni që të tretet për 5 minuta dhe më pas hiqeni gjethet. Shtojeni pak lëng limoni dhe mjalt për të rregulluar shijen dhe është gati për t'u pirë. Mirë po para se t'i përdorni këto receta, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Pasi, nëse jeni alergjik ndaj sherebelës, më mirë mos e përdorni këtë recetë.